Nuk kërkoi ndihmë kurrë, kjo ishte arsyeja. Heshtja e tij fshehte një histori që preku thellë çdo që e dëgjoi. Për vite me radhë, ai u përball me vështirësi që do ta thyenin çdo. Probleme financiare, humbje personale dhe sfida të përditshme që rëndonin gjithnjë e më shumë. Megjithatë, kishte diçka që e dallonte nga të tjerët, ai nuk kërkoi ndihmë kurrë. Jo nga krenaria. Jo nga indiferenca. Arsyeja ishte shumë më e thellë dhe prekse. Një jetë e mësuar me mbijetesën. Që në fëmijëri, ai ishte rritur në kushte të vështira. Ishte mësuar të zgjidhte gjithçka vetë, pa u ankuar dhe pa u mbështetur tek askush. Çdo problem e përballonte në heshtje, duke besuar se kërkimi i ndihmës do të rëndonte të tjerët. Ai ishte bërë njeriu që gjithmonë ndihmonte, por kur ai që kërkonte ndihmë? Pse zgjodhi të heshte? Miqtë dhe familjarët shpesh pyesnin pse nuk fliste, pse nuk kërkonte mbështetje kur ishte qartë se po kalonte një periudhë të vështirë. Por përgjigja e vërtetë doli shumë më vonë. Ai kishte parë shumë herë njerëz të afërt të refuzoheshin, të zhgënjeheshin apo të ndiheshin barë për të tjerët. Në mendjen e tij ishte rrënjosur një bindje e fortë. Nëse mund ta përballoj vetë, nuk kam të drejtë t'ia kërkoj askujt. Momenti që zbuloi gjithçka. E vërteta doli gjatë një bisede të sinqertë, pas shumë vitesh heshtjeje. I lodhur dhe emocionalisht i thyrë, ai pranoi për herë të parë se frika e tij më e madhe nuk ishte dështimi, por të zhgënjente njerëzit që donte. Ai nuk donte të shihej si i dobët. Jo sepse nuk pranonte dobësinë, por sepse ishte mësuar të ishte i fortë për të gjithë të tjerët. Reagimi që preku të gjithë. Kur historia e tij u bë e njohur, reagimet ishin të menjëhershme. Shumë njerëz e pan veten në të. Komentet u mbushën me rrëfime të ngjashme, ku njerëzit pranonin se edhe ata kishin heshtur për të njëjtën arsye. Disa nga njerëzit më të fortë janë ata që nuk flasin kurrë për dhimbjen e tyre. Një mesazh i fortë njerëzor. Kjo histori është një kujtesë se